Gjykata e Shkodrës la në burg 4 të akuzuarit për vrasjen e 67 vjeçarit Hysni Ymeri në 27 dhjetor pas shpërthimit të një sasie tritoli në kabinën elektrike në pallatin ku banonte i moshuari. Gerd Bushati, dyshuar në vrasjen e Hysni Ymerit, ka pranuar se është personi që ka vendosur sasinë e eksplozivit. Në policia e ka thënë se 3 të tjerë të arrestuar, Edison Hasaj, Gjergj Zefi dhe Ergys Ibrahimi e kanë kontaktuar për të vendosur sasinë e tritolit. Por këta të fundit nuk e kanë pranuar në polici ngjarjen, ndërsa në gjykat nuk kanë folur duke u përfaqësuar nga avokatët. Ata kanë thënë vetëm se nuk kanë asnjë lidhje me tritolin dhe kanë mohuar të jenë porositësit e Gerd Bushatit. Pavarësisht kësaj, policia ka sekuestruar telefona dhe ka përgjime, si dhe një sër provash të tjera që mund të implikojnë edhe këta të tre. Personi që vendosi tritolin, Gerd Bushati, ka deklaruar se nuk ka patur dieni se sasinë e eksplozivit do ta vendoste për të vrarë ndonjë person. Ai është shprehur se i është thënë nga porositësit se do të jetë vetëm për të trembur dikë dhe jo për të vrarë. Bushati ka deklaruar gjithashtu se nuk e ka idenë cila është arsyeja e vendosjes së tritolit dhe se roli i tij ka qenë vetëm për ta vendosur atë. Sipas burimeve hetimore, sasia e eksplozivit është vënë edhe një herë tjetër, por herën e parë nuk ka shpërthyer. Në këto kushte, Gerd Bushati e ka vendosur herën e dytë në 27 dhjetor dhe pas 2 ditësh eksplozivi shpërtheu duke vrarë në vend Hysni Ymerin. Fillimisht është zhvilluar seanca për Ergys Ibrahimin, Gjergj Zefin dhe Edison Hasaj. Ndërkohë për Gerd Bushatin, që ka pranuar autorsinë e vendosjes së eksplozivit, masa u zhvillua veçmas. Përsa kohë të tjerët nuk e kanë pranuar krimin dhe nuk kanë dhënë asnjë detaj, ende mbetet e paqartë arsyeja e vrasjes së Hysni Ymerit. Vëllai i viktimës vite më parë, në vitin 1995, është dyshuar për vrasjen e Shefqet Çekorjes. Ndërkohë në 2017, një kushëri i tij, Dritan Ymeri, është i dyshuar si autori i vrasjes së mjekut Ilir Aliaj, por u arratis jashtë Shqipërisë pas ngjarjes. Policia dhe prokuroria janë duke hetuar këto dy pista, por edhe çdo pistë tjetër të mundshme, sepse është ende e paqartë nëse vrasja e Ymerit lidhet me 2 ngjarjet e sipërpërmendura. Pak ditë përpara vrasjes, në Shqipëri mbriti djali i Hysni Ymerit, i cili jeton jashtë vendit dhe ndodhej në spital me nënën e tij, e cila po lufton për jetën pas një sëmundje të rëndë.